Erdhi ideja që podcasti është mënyra më mirë për të lidhur me njerëzit dhe për të transmetuar atë çfarë duam. Kur lodhesh e zaurosh nga jeta, çfarë bën? Thjesht do të rish vetëm dhe kjo çfarë është duke treguar, vetë natyra është të udhëhequr që ti t'japësh kohë, t'ulesh me veten tënde. Ne kemi parë pse kemi disa marrëdhënie me disa persona dhe disa sepse mendojmë që marrëdhënia duhet të jetë në format caktuar. Prandaj gjithë qenjet njerëzore ne jemi të ndryshëm nga njëri tjetri dhe kjo është e bukura e dashurisë, që të pranosh atë që edhe nuk është pjesë e jotja. Gjithçka që na është dhënë kujdeset aq shumë për ne. Thjesht ne duhet të vijemi në sintoni me vetjetën, pra që do thotë së pari ta pranosh. Mirëmbrëma të gjithëve, Gjejgur dhe Bargadas. Sigur dhe Flavia. Sot jemi në episodin e dytë të podcastit Rruga e Baktit dhe të donim që të ndanim me ju më tepër rreth si lindi ideja e këtij podcasti dhe nga ku u frymëzua ai. Bargadas, ke nderin të na tregosh më tepër. Ideja ka nisur diku 6 muaj më përpara. Unë jetoja në Sham dhe do vija në Shqipëri për ca ditë. Edhe po mendoja se çfarë mund bëj atje normalisht në Shqipëri. Dhe një ide ishte më erdhi që duhet kontaktoj Altinin, që është mbas ekranit këtu bashkë me ne dhe është një djalë fantastik që po bën një punë të jashtëzakonshme. Vite më përpara kam qenë tek radio e tij dhe kemi folur rreth rrugës shpirtërore, për rrugën time. Edhe aty u njohëm me Altinin. Edhe e kontaktova dhe i them që kemi mundësit, kemi një diçka që ndajmë diçka, më thot, po patjetër. Por si mendon nëse do ishte një format podcast, me thënë drejt nuk e dija shumë mirë, kisha dëgjuar podcast, se si funksionon. E thash, kur të vi, po flasim, takohemi kur unë vajta atje dhe erdhi ideja që podcasti është mënyra më mirë për të lidhur me njerëzit dhe për të transmetuar atë çfarë duam. Dhe atëherë duhesh një ekip, sepse ne dim që nuk është një punë e vogël. Edhe Altini bashkë me Gjoanën dhe pastaj menduam që Flavia është personi i duhur që të jetë një host bashkë me ne, të ndajmë së bashku. Dhe kështu nisi e gjitha, por ajo që është më e rëndësishmja është sa më tepër po përfshihesha në rrugë dhe aq më tepër kur erdha në Ashram që më dha mundësia të edukohem, të mësoj, të studioj dhe të përfshihem, të shoh, ta prek çfarë vërtet spiritualiteti e rruga shpirtërore është, atëherë gjithnjë më tepër dëshira dhe duke u inspiruar dhe nga njerëzit nga vendet ndryshme të botës me historitë e tyre, atëherë dëshira për ta ndarë gjithnjë po rritej. Dhe kjo mënyrë ishte mënyra më mirë për të vajtur tek njerëzit. Nuk ke nevojë gjithmonë t'i takosh fizikisht, por mund të lidhesh me ta kudo që janë gjithë vendet e botës, dhe kjo është vërtet fantastike. Edhe e dyta që më erdhi tani në mendje është unë kam vuajtur aq shumë që gjej persona që mund të flas dhe të inspirohem në fillim, sepse nuk di asnjë gjuhë huaj, nuk di anglisht asgjë. Dhe një ndër gjërat ka qenë që ishte mendjen time që po në fund unë mund ta ndaj me dikë tjetër. Atëherë kjo është dëshira jon për të ndarë më shumë nga eksperienca dhe për të ndihmuar dhe për të qenë më afër atyre që e kanë të pamundur ose nuk e kanë gjetur ende rrugën e tyre dhe janë në kërkim, apo jo Bargadas? Eksakt. Tani në mënyrën më të thjeshtë të mundshme, si mund ta përcjellim se çfarë është rruga e baktit? Herën e kaluar folëm që kur flasim për baktin është një rrugtim nga mendja tek zemra. Dhe çfarë ne kuptojmë me këtë? Së pari duhet të njohim se si mendja funksionon. Pra nëse shohim si mendja funksionon, është përgjithsisht e drejtuar të gjykoje, të krahasoje, të limitohet. Por si funksionon zemra? Të japi, të ndjeje, të ndaje. Dhe pra, kjo është bakti, ku ne fillojmë edhe kuptojmë që jeta nuk është e tillë, që do thotë me patjetër të krahasohemi me të tjerë, me patjetër të arrijmë gjëra të jashtme që sot mundet t'i kemi dhe pastaj të nesmen ose një ditë
të afërt i humbasim. Pra kur ne fillojmë edhe e ndërmarrim këtë rrugë, që në fakt jeta nuk që ka vetëm e tillë, por duhet gjejmë diçka që është më thellë, nisë rrugtimi drejt zemrës. Dhe gjithë ky rrugtim, pra për të na zhvendosur nga gjithë ajo tendencë për të zhytur në botën e jashtme, është nga dalë të kthejmë fokusin dhe gjejmë thesarin që është brenda zemrës tonë, pra që është kjo dashuri e palimituar, dhe në fakt kjo është rruga e baktit. Dhe kur fillojmë edhe shohim këtë dashuri prezente, çdo ditë, çdo moment jetës tonë. Jo vetëm brenda nesh, po them, se duken ndonjëherë si egoiste, por që në fakt kur ne fillojmë e zbulojmë që është brenda nesh, atëherë fillojmë edhe shohim bukurinë edhe tek njerëzit, tek gjërat përreth. Dhe kjo është në gjuhë thjesht të bakti. A është rruga e baktit bargadas për të gjithë njerëzit, apo është më afër atyre që kanë përqafuar spiritualitetin, sepse duket sikur krijohet një ndarje në mes jetës normale të jashtme dhe spiritualitetit. Kjo është më se vërtet. Përgjithsisht nëse shohim se si qenie njerëzore jeton, se si ne jetojmë në mënyrën se si jemi edukuar. Po themi si familja na ka edukuar, për të na orientuar cilat janë gjërat e rëndësishme, çfarë duhet të bësh, qoftë edhe tek gjërat se çfarë duhet zgjedhim, tek edukimi, shoqëria, dhe ne fillojmë edhe mendojmë që jeta e tillë është. Por spiritualiteti na zbulon, gjithçka është okay, nuk ka asgjë të gabuar se si familja. Por më rëndësishmja është kur ne zbulojmë brenda nesh. Ne kemi bërë shumë gjëra që shoqëria na ka thënë. Kemi bërë shumë gjëra që familja na ka thënë. Pa vërtet e kemi ndjerë, e kemi shijuar, dhe akoma vazhdojmë ta bëjmë. Jo. Pse? Sepse nuk kemi parë a rezonon kjo brenda meje. Pra dhe kur fillojmë edhe kuptojmë këtë, kuptojmë që bakti mund të jetë dhe është mundësia për ta përqafuar çdo qenie njerëzore. Thjesht ajo që duhet të ndodhi është, a kemi ne mundësi dhe a kemi ne kurajen që ta kthejmë fokusin brenda nesh dhe ta zgjojmë këtë që është brenda nesh, dhe jo gjithmonë duke kërkuar si jashtmi. Dhe atëherë kur ne vendosim, dhe tillë ndodhi dhe me mua, dhe tillë ndodhi dhe me ju. Pra e pam që jeta e jashtme, me gjithë dinamikën e saj, jo gjithmonë të bën ta shijosh, jo gjithmonë të bën ta përqafosh. Por atëherë fillon edhe e kupton, ndoshta jeta ka më tepër se kaq, ndoshta ka një sekret që duhet zbuluar, dhe çfarë ndodh? Fillon dhe ne kërkon në shumë forma. Dhe ajo që në fund ndodh është kur kërkon në çdo mundësi, atëherë çfarë mbetet? Mbetesh të kërkosh brenda vetes. Dhe prandaj tendenca në jarë është kur lodhesh e zaurosh nga jeta, çfarë bën? Thjesht do të rish vetëm, dhe kjo çfarë është duke treguar? Vetë natyra është të udhëhequr që ti t'japësh kohë, t'ulesh me veten tënde. Dhe atëherë kjo që është brenda nesh fillon edhe njihet, fillon edhe merr jetë, fillon edhe identifikohet. Pastaj thjesht duhet u shet. Do doja të bëja një pyetje që sapo më erdhi. A mendon që njerëzit spiritualist janë më të vetmuar, apo ata janë thjesht më të fortë duke qenë se i kanë pranuar të gjitha mos ataqimet me botën e jashtme dhe kanë gjetur lumturinë e brendshme dhe kanë më të thjesht që të jetojnë të përditshmën e tyre pa krijuar varësi? Është eksakt kjo që thua. Do me thënë, kur vazhdon rrugën shpirtërore dhe vazhdon ngadalë zbulon çfarë është brenda teje, pa gjërat fillon edhe i shef ndryshe. Atëherë fillon edhe kupton botën e jashtme. Pra kur them botën e jashtme, është gjithçka që është përkohshme. Që është e përkohshme. Pra, çfarë duhet të them? Ne duhet të forcohemi brenda nesh, pavarësisht çfarë. Po themi, thuhet që të bërit apo qenit një murg apo të jetuarit në botën shpirtërore, do thotë që ti kufizohesh nga bota e jashtme. Jo, as pak, thjesht e nje. Dhe thjesht kupton marrëdhënien tënde me atë që prekëm dhe përpara. Pra ti nuk mbaresh nga jashtmja. E shijon e jeton plotësinë e saj,
aq kohë sa është, për moment që ndryshon, nuk mbështetesh më tek ajo. Pse ne shumë marrëdhënie i kërkojmë, sepse na mungon diçka brenda nesh. Por në fakt, ajo është brenda nesh, ne thjesht duhet ta ndajmë, por rezultat në të kuptuarit në formën e dur, jemi duke menduar të gjej, po themi, po bëj një shaka, duhet gjej një bashkëshort që të bëhem i lumtur. Jo, ndoshta ai bashkëshort edhe ai ka një jetë mirë, si dy jetë apo dy persona që kanë një jetë jo të shëndetshme, do sjellin diçka të shëndetshme. Pra që të thotë që të jetë një marrëdhënie shëndet, ti pari duhet të jesh shëndetshme. Prandaj e gjitha duhet ta zbulojmë brenda nesh. A mendon që është e lehtë Bargadas që të arrish në pikën ku ti e pranon që vetja jote nuk përfaqësohet nga opinionet e jashtme, nga puna që ti bën, nga marrëdhëniet e krijuara me njerëzit? Sepse unë mendoj dhe shikoj që shoqëria jonë e përditshme është shumë e varur pikërisht nga të gjitha këto faktorë. Dhe në momentin që bën diçka mirë dhe dikush nuk të komplimenton, vetvetiu ti e shfaq këtë gjë tek vetja jote dhe mërzitesh, të humbet motivimi. Ndërkohë që ishte po ti ai personi që e bëre këtë gjën e bukur, përse duhet të iki vlera kësaj gjës së bukur për vetë faktin sepse dikush nuk të komplimentoi, për shembull. Pra gjitha është si mund t'i ndihmojmë ne njerëzit nëpërmjet Baktit, si mund t'i ndihmojmë ata në jetën e tyre të përditshme, pra të lehtësojnë mendjen e tyre dhe të shijojnë qoftë edhe gjërat që ata bëjnë më shumë. Pra spari është thjesht duhet të pranojmë. Pra mos të limitohemi, duhet të jetë me patjetër. Po themi ngrihemi në mëngjes, dalim për të punuar, mos ta kufizojmë. Pra mos të mendojmë për të nesmen. Sot e kemi dëgjuar më tepër se kur, dhe gjëjmë gjithandej dhe na këshillohet, jeto tani, ji në tashmen. Sepse në momentin që ne fillojmë e projektojmë atë çfarë mund të ndodhi nesër ose si do doja, thjesht e kufizojmë. Pra jeta, gjithçka që na është dhënë, kujdeset aq shumë për ne. Thjesht ne duhet të vijemi në sintoni me vetjetën, pra që do thotë spari ta pranosh. Ne edhe kur shohim pra diçka që nuk na pëlqen, që përballemi, në fakt është duke na dhënë një mësim. Pra prej asaj ne mund të mësojmë diçka. Dhe kjo është e gjitha, pra nëse ne kuptojmë këtë gjë që spari duhet ta pranojmë jetën, duhet ta pranojmë veten, duhet t'i pranojmë njerëzit përreth, atëherë gjithçka fillon të ndryshon, marrëdhëniet do fillojnë edhe ndryshojnë. Ne kemi parë pse kemi disa marrëdhënie me disa persona dhe disa sepse mendojmë që marrëdhëniet duhet të jenë në format caktuar. Pra, prandaj gjithë qenit njerëzore ne jemi të ndryshëm nga njëri tjetri dhe kjo është e bukur e dashurisë, që të pranosh atë që edhe nuk është pjesë e jotja. Pranosh atë që nuk është ashtu siç ti e mendon dhe ashtu siç ti e doje. Dhe kjo është ajo çfarë Bakti na mëson, të kesh forcën të duash për të asaj që të pëlqen apo s'të pëlqen. Dhe unë të them drejtën, gjëja e parë, kjo e kam parë tek mjeshtrim, që asnjëherë nuk e gjen veten të gjykuar. Asnjëherë nuk je, ndoshta do kritikohem apo ndoshta duhet të je kështu apo këty. Gjen dashurinë, ti shef që njerëz përpara ti shkojnë me probleme të ndryshme, me vizione të ndryshme, me mendime të ndryshme, me opinione të ndryshme. Dhe ai thjesht fal dashuri. Dhe këtu e kupton që, po atëherë për aq kohë sa një person fal dashuri pa kushte, atëherë pse unë mos fal? Dhe atëherë nis rruga e Baktit, atëherë nis rruga drejt kësaj dashurie që ne jo ndoshta me qëllim, por e limitojmë. Unë e kam ndier të njëjtën eksperiencë që ti sapo ndave, edhe do thoya që për mua pranimi i rrugës së Baktit, ose më saktë të isha pjesë e rrugës së Baktit, ka qenë pikërisht kjo që e bëri diferencën. Fakti që nuk u ndjeva i gjykuar, u ndjeva pranuar dhe vetvetja dhe kisha dhe mësova ose kuptova që të duash është më mirë se sa të presësh që të duan. Kjo ishte për mua ajo që e bëri diferencën, kështu që e kuptoj shumë qartë. Pra kjo, nëse çdo njeriu e kupton kaq thjesht sa kjo që ti po ndan, atëherë siç ajo që ndave, jeta fillon dhe ndryshon. Pra ne herë mundohemi që jeta ndryshojë, duhen
gjëra të mëdhaja ose duhen ku diun se çfarë. Jo, mund të ndryshoje me gjëra shumë të vogla. Bargadas, ti tashmë ke shumë vite që jenë në rrugën spirituale dhe ke prej vitesh po jeton edhe në asham. Çfarë e bën një njeri që të drejtohet drejt kërkimit thellë brenda vetes? E bën kur ne kuptojmë që jeta e jashtme nuk na përmbush. Dhe ndodhit e jashtme që janë të formave të ndryshme nuk janë mjaftueshëm për jetën. Mund të shohim në rrugën shpirtërore, mund të shohim dhe kam parë gjatë gjithë këtyre viteve që vinë njerëz me backgrounde të ndryshme, vinë njerëz nga kultura të ndryshme, vinë njerëz me ndodhi dhe histori të ndryshme. Dhe në fund ti kupton që nuk janë të përmbushur nga jeta e tyre. Po themi kam parë njerëz shumë të suksesshëm jetën e tyre. Dhe nëpërmjet suksesit, pra çfarë do lloj suksesi, kanë kuptuar që kjo nuk është mjaftueshëm. Pa ja u bëm shumë i pasur, u bëm me shumë çfarë do të prona, çfarë do tjetë. Sërish është e jashtme, Flavia. Ne kemi ardhur në këtë jetë pa asgjë. Dhe për shkak duke mos e kuptuar thelbin e jetës, ne mbaremi tek gjërat e jashtme dhe mendojmë që gjërat e jashtme janë aq të rëndësishme për jetën tonë. Sigurisht që janë të rëndësishme, po janë të rëndësishme gjithçka që kemi në fakt për të na ndihmuar dhe për të kuptuar atë çfarë jemi duke ndarë, pra esencën e gjithçkaje, që është brenda nesh. Pra këtë dashuri që lidh gjithçka. E kuptoj. Bargadas, çfarë mund të presim në episodet e ardhshme të Rrugës Baktit? Gjithmonë ne jemi shumë kurioz çfarë do ndodhi nesër. Askur se din se çfarë do ndodhi, sigurisht se ne kemi shumë qartë se çfarë do sjellim për publikun, por që do jetë sekret. Do të mbajmë sekret. Unë do doja të bëja një mbyllje në fakt në lidhje me atë çka folëm sot. Dhe do doja të thoja një shembull si timin, ashtu edhe jam shumë e bindur për të gjithë ata që janë në rrugën e Baktit. Njerëzit të cilët janë në rrugën e Baktit janë njerëz të cilët nuk kanë hequr dorë nga asnjë gjë e jashtme. Ata punojnë njësoj si të gjithë të tjerët, ata kanë familjet si të gjithë të tjerët, kanë shoqëri si të gjithë të tjerët, udhtojnë të bëjnë gjithçka. E vetmja e gjë për të cilën për ta bën diferencë është ata kanë më shumë dashuri dhe vlerësim ndaj të gjitha gjërave dhe janë shumë pranues dhe shumë më pak kritikues për botën e jashtme dhe atë çka presin që t'i kthehet bet. Eksakt, kjo është e gjitha. Dhe në fakt spiritualiteti është aq i thjeshtë ku ne kuptojmë këtë gjë. Okej, le të shihemi atëherë episodin tjetër, Bargadas. Faleminderit, Flavia. Natën e mirë.